Askur se një luli në shokë ti që për para ti lozin. Nuk e njofin ma mirë me thonë se njofin, por ata lozin. Për hesap të vetë e luli i shikon për hesap të vetë. Sot qift kush ka punet dhe të lashet e vetë, ashtu dhe fëmijët, ashtu dhe luli more lul. Shumë herët ke fillue me shikue punën tane. Ku luli hynë në bord të shkollës, buza i qeshet nga pak, por askuj, as një fjallë si sot, e si dhe dele. Tu i shikue djathas e mojtas, po gjithë një tuet, derisa të mbri në qak të vetë. Të dera e rruginës shkollore shumë i pëlqen të qëndroj. Aty është qaku i ti, i praruem me rëzete ngrofta të djelit në këtodit e vjeshtës. Bështetet luli për mur, grushtat e vogjeli shtjendër qepa. Hunden pis roket e kursokat e ftoftit e mëngjesit jasjel djelit ti. Shikon, jaja që ma tepër tërhjek vëmendjen janë qizmet, që i ka të veshun disa shok të ti. Sa të bukura janë, si shkëlqenj, mendon. Luli me badashtu i shtajnë, syt, dërtu lumbat e veta, në për të cilat shifen fare mirë të pes, gishtat e kamve të zbathuna. Nga kur reshta jafrojnë një shoku që ka qizmet ma të reja. Ullet e shef, lustrin e qizmes, kambët e veta të zbathuna, a shumë shkëlqeshin qizme. Mbasi shoku me qizme fluturoj, luli nga dalë shkoj të qaku i vet. Në djel ti ngroj kambët, por kur s'ka djel, si ja bani shkreti lul. Nga një heri afrohet mësuesi, lulit. Dhe kur luli e ka ftyrën e dlirë dhe papuca, mësuesi ja ledh ato m'faqet, gushën. E luli afrohet, ja merr dorën, e shikon me sy për lumbi, dhe kishte me dasht, ti fal diçka mësuesit.